Prokuroria e Tiranës në kuadër të hetimeve për veprimtari kriminale të Ilber Domit ka sekuestruar pasurinë e këtij shtetasi, i cili është një nga drejtuesit e grupit kriminal Vëllezëri Domi. Domi është padhur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet gjermane për akuzat e trafikimit të drogës dhe shitjes së armëve dhe municioneve luftarake. Hetimi pasuror ka zbuluar se gjatë periudhës 2011-2024 vlera e të ardhurave të Ilber Domit është shumë e vogël se investimet dhe shpenzimet që ai ka realizuar, duke ngritur dyshime për burimet palishme të pasurisë. Hetuesit kanë vërtetuar se ai dhe të afërmit e tij kanë përfituar nga trafiku i lëndëve narkotike duke grumbulluar pasuri që nuk mund të justifikohen nga të ardhurat e lishme. Për këtë arsye, gjykata ka urdhëruar sekuestrimin e pasurive të Ilber Domit, përfshirë një sipërfaqe toke prej 850 metra katror në Zallher të Tiranës, një apartament prej 113.8 metra katror dhe një njësi tjetër me sipërfaqe 98.8 metra katror, si dhe 2 poste parkimi. Ky vendim është pjesë e një hetimi të gjerë për pastrimin e parave dhe lidhjet e Domit me aktivitetet kriminale që përfshin trafikun e drogës dhe të armëve.